Për herë të parë, Pogradeci mirëpriti festivalin ndërkombëtar të akuarelit, një event kulturor që bëri bashkë artistë nga më shumë se 30 vende të botës. Sipas organizatorëve, Pogradeci është prej atyre qyteteve që ka të gjitha mundësitë për realizimin e një festivali me përmasa të tilla. E gjithë ideja ke si një nisëm e kolegut tim Mandi Gjika, cili ke gjatë gjithë kohës këmbgullës dhe pretendonte që të bëjmë një grupacion që të komunikojmë me gjithë këtë komunitet, pra nga shumë shtetet botës, nga kontinente në fakt ndryshme të botës, dhe është e vërtetë që është hera parë që bëhet në Pogradec. Kemi të ndryshme stilet, do të thotë janë duke filluar nga realizmi, superrealizmi, abstrakte, ekspresive, kështu me radhë. Po gjithsesi kjo mund të jetë edhe një diplomaci kulturore. Kjo është edhe misioni i këtyre shoqatave që janë edhe pranishme pra sonte. Sot para kësaj hapjet, kësaj ekspozite, kemi qenë në Lin dhe jam i sigurt që secili prej pjesëmarrësve ka qenë i impresionuar me pamjen impresive të Linit. Aty kemi bërë plein air painting. Çdo herë kjo edhe mund të jetë si diplomaci kulturore. Pra, në njëjtën kohë promovimi i bukurisë të Shqipërisë që është e mrekullueshme. Ekspozitat e para të këtij lloji në Pogradec, e cila ka pjesëmarrës nga gjithë vendet e botës. Pjesëmarrësit aktual janë një nga piktorët më të mirë eventual të bojrave të ujit Pogradecit, dhe kënaqësia tonë dhe timja në përgjithësi ka qenë që ky event të vinte në Pogradec, të bëjë Pogradecin një nga pikat ndërkombëtare më të spikatura të bojrave të ujit, për arsye se ne jemi vendi i ujit, dhe dua të them që janë ndjerë jashtëzakonisht të privilegjuar, e para njërë nga pritja e jashtëzakonshme e qytetit Pogradecit, e njerëzve që jetojnë këtu, por dhe nga bukuritë e Pogradecit, që janë të jashtëzakonshme. Besoj se ky aktivitet do jetë në vazhdimsi të plot, duam që ta sjellim vit për vit akoma dhe më të madh, dhe do jetë një kënaqësi e shtuar për qytetin. Lider i Greqisë në shoqatën botërore të akuarelit, me idenë për ta kthyer edhe Pogradecin në destinacion kulturor pikërisht mbi akuarelin, për ta sjellë në qendër të vëmendjes nëpërmjet akuarelit, mbasi i ka të gjitha kushtet natyra, duke pas parasysh dhe liqeni, i cili shërben si një lloj gote e madhe ujë nga ku mund të ngjyesh atë penelin akuarelit dhe të krijosh watercolor, krijosh akuarelin. Artistët e huaj u shprehën të manitur nga Pogradeci, ku shumica e tyre e vizitonin për herë të parë qytetin, ndërsa thanë se frymëzon shumë për të realizuar punë të bukura me plot ngjyra. Kam ardhur disa herë në Pogradec, këtë herë jam kënaqur shumë. Ky është qyteti i artit, e mbështeta, dhe kur më ftuan disha pjesë e këtij festivali, u nderova. Di të them që ky qytet mund bëhet qendër e artit në Shqipëri. E pëlqej këtë qytet, më tepër i zhvilluar se mendoja. Sot pikturoja dhe kisha një pamje fantastike, ju betohem, një nga pamjet më të bukura që kam pikturuar ndonjëherë. Mendoj se ky event i ngren në një shkallë më lart këtë zonë. Ju duhen këto evente për të promovuar turizmin. Është ndërti është këtu në qytetin e bukur të Pogradecit. Jemi entuziast që akuareli erdhi këtu, ju jeni mikpritës, na jepni ngrohtësi dhe duam të bashkëpunojmë për herë me shqiptarët. Jemi të gjithë të kënaqur që erdhëm. Një pjesë e punimeve të festivalit ndërkombëtar të akuarelit do t'i dhurohen fondit të Galerisë së Artit të Pogradecit, ndërsa piktorët po realizojnë edhe punime të tjera në destinacionet më interesante të qytetit.